Horoskopi ditor, 25 dhjetor 2025, dashi, sot, tranzitet e ditës të nxisin të përqendrohesh më shumë në botën tënde të brendshme, por gjithashtu ofrojnë energji për të fokusuar vëmendjen tek aspektet praktike të jetës. Natyrshëm kthehesh pas për të zgjidhur çështje të pasgjidhura dhe për të mbyllur detaje të lëna pezull, ke dëshirë për pushim shtesë ose për kohë për veten. Por njëkohësisht mendja jote mund të krijojë ide interesante për të ndjekur objektivat afatgjata. Nuk është një ditë për orare të rrepta, tërhiqesh drejt aktiviteteve që të lejojnë të relaksohesh dhe të rifreskosh energjinë, sa i përket mendimeve për punën ose për planet e mëdha të jetës. Fokusi është më shumë tek imagjinata dhe krijimi i ideve sesa tek planifikimi strikt. Je duke kërkuar mënyra për të qenë më i pavarur dhe për të menaxhuar jetën në mënyrë më vetë mjaftuese. Demi, sot, tranzitet e ditës nënvin dëshirën tënde për të lidhur me të tjerët dhe kultivimi i misive të vërteta mund të jetë shumë shpërblyes i dashur Demi. Aktivitetet e përbashkëta dhe lidhja që krijohet përmes tyre janë në fokus. Bisedat mund të të ngrejnë humorin ose të frymëzojnë ide dhe plane të reja. Njerëzit janë më objektiv dhe më pak të ndjeshëm ndaj çështjeve personale sot. Mund të zgjidhësh një problem apo dy, jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët. Origjinaliteti dhe perspektiva jote unike duken më shumë, dhe aktivitetet jo rutinale kanë tendencën të nxjerrin më të mirën nga ti gjatë kësaj periudhe. Binjakët, sot, tranzitet e ditës nxjerrin në pa botën tënde të brendshme dhe mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të bërë ndryshime të rëndësishme emocionale ose shpirtërore. Kjo është një kohë e favorshme për reflektim dhe vetë ndërgjegjësim, ku mund të ndjesh nevojën për të rregulluar ose transformuar disa aspekte të jetës së brendshme. Në të njëjtën kohë, hëna në majën e hartës tënde diellore takohet me nyjen veriore, duke të shtyrë të përqendrohesh tek përgjegjësitë dhe angazhimet. Përballimi i këtyre detyrave mund të sjellë shpërblime të mëdha dhe ndjenja të kënaqësisë personale. Sot, fillon të dëshirosh më shumë rend në jetën tënde dhe je i gatshëm të investosh energji për të arritur këtë. Përmbushja e detyrave është më e lehtë se zakonisht, veçanërisht nëse këto veprime të japin ndjesinë e kontrollit dhe të organizimit. Kjo është një ditë e mirë për të kombinuar introspeksionin me veprim konkret, duke ndërtuar një bazë më të fortë për qëllimet e ardhshme. Gaforia, sot, tranzitet e ditës të nxisin të shkelësh përtej kufive ose rutinave të zakonshme. Mund të arrish një marrëveshje të kënaqshme ose thjesht të shijosh aktivitetin me dikë të veçantë, duke zbuluar se kështu arrin të bësh shumë gjëra. Energjia emocionale është e fortë, por gjithashtu mund të kanalizohet lehtësisht drejt aktiviteteve të kënaqshme dhe të frytshme. Mund të marrësh reagime dhe vlerësime të vlefshme nga të tjerët. Përvoja ose ndryshime në marrëdhënie mund të ndodhin tani dhe kagjasa të jenë të këndshme ose të nxjerrin në pa mënyra të reja për të menduar dhe për të lidhur me të tjerët. Sot mund të shijosh përparim në një misi, projekt grupi ose një iniciativë komunitare, duke ndjerë një kënaqësi të veçantë nga bashkëpunimi dhe lidhjet e reja që krijohen. Luani, sot, tranzitet e ditës të motivojnë të kushtosh vëmendje të veçantë nevojave të tua shpirtërore dhe emocionale, edhe kur merresh me çështje praktike. Kjo është një kohë e mirë për zbulime interesante mbi dëshirat dhe nevojat më të thella të brendshme. Mund të punosh me sukses pas skenave, duke vepruar në mënyrë diskrete, por efektive. Sot je i motivuar të bësh diçka pozitive dhe mbështetëse, duke ndihmuar veten dhe të tjerët. Dita sjell një distancim emocional të mjaftueshëm për të kaluar kufizimet dhe për të lënë pas çështjet e së kaluarës që të mbajnë peng. Është një moment i mirë për të reflektuar mbi zakonet jo të shëndetshme dhe për të menduar si t'i largosh ato. Përveç kësaj janë të mundshme surpriza të këndshme jo vetëm në ndjenjat e tua, por edhe në përditshmërinë dhe aktivitetet e zakonshme. Virgjëresha, sot, tranzitet e ditës të motivojnë të arrish një perspektivë të balancuar e dashur Virgjëresha. Arritja e një kompromisi mund të të japë kënaqësi të veçantë.
ndërsa një pjesë e teje ka dëshirë të veprojë dhe të përparojë, ekziston edhe një tendencë e fortë për të ruajtur status quo-n. Për këtë arsye, tërhiqesh drejt aktiviteteve produktive që mund të realizohen me ritëm të butë dhe pa nxitim. Mund të ndjesh kënaqësi të veçantë duke u lidhur me njerëz që ndajnë besime dhe opinione të ndryshme, ose përmes interesave të reja personale. Mendja jote është e hapur dhe të tjerët tregojnë të interesuar për përgjigjet dhe vlerësimet e tua. Peshorja, sot, tranzitet e ditës të fokusojnë tek rutinat, puna dhe shëndeti, dhe sa më shumë energji të u kushtosh këtyre gjërave, aq më shumë do të përfitosh e dashur peshore tërhiqesh drejt aktiviteteve të qeta dhe jo konkurruese, që rrisin ndjesinë e stabilitetit dhe sigurisë. Përmirësime ose riparime në shtëpi mund të plotësojnë këto nevoja. Njëkohësisht, je i hapur për të bërë gjëra ndryshe sot dhe mund të ndihesh i frymëzuar të ndryshosh pak rutinat e zakonshme. Një zbulim i befasishëm mund të vijë nga një person i afërt. Gjithashtu, kjo është një ditë e mirë për të diskutuar çështje personale në mënyrë të arsyeshme dhe të qetë. Akrepi, sot, fokusohesh më shumë tek jeta personale. Kjo është një kohë e mirë për të gjetur zërin tënd krijues ose për të zbuluar dhe ndar talentet unike që ke i dashur akrepi. Sharmi yt është i lartë dhe mund të tërhiqesh veçanërisht nga ajo që dëgjon tek të tjerët. Bashkëpunimi me dik mund të të ndihmojë të zgjidhësh një problem. Ke tendencë të hapësh komunikimin dhe të inkurajosh të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Emocionet rrjedhin në mënyrë të këndshme dhe mund të jetë veçanërisht e lehtë të nisësh një bisedë ose të shprehësh nevojat dhe ndjenjat e tua. Të tjerët mund të vërejnë aftësinë tënde me fjalët dhe perceptimin e thellë që ke. Shigjetari, sot, tranzitet e ditës të nxisin të investosh më shumë energji në jetën e shtëpisë, familjen, kohën për veten dhe nevojat për rehati. Ke aftësinë të sjellësh elemente të së kaluarës, si urtësinë e fituar apo trashëgiminë personale, dhe t'i përdorësh në projektet dhe aktivitetet aktuale në mënyrë pozitive dhe mbështetëse. Fokusi është tek kujdesi për nevojat personale dhe shtëpiake, dhe je i gatshëm të investosh për të bërë jetën më komode. Edhe pse sot je pak tërheqës, pranon aktivitete dhe biseda të qeta, dhe në fakt kërkon stimulim mendor. Zgjidhja e problemeve të përditshme është më e lehtë, pasi i shet çështjet praktike nga një këndvështrim i ri dhe i frytshëm. Është një ditë e mirë për të menduar për rritje materiale ose financiare, për të vlerësuar dhuratat dhe mundësitë që të ofrohen dhe për të vendosur baza të forta për të ardhmen. Britsjapi, sot, tranzitet e ditës të inkurajojnë të sfidosh veten me butësi përmes mësimit, komunikimit dhe lidhjes me të tjerët. Urgjencat kreative kanë qenë të forta dhe tani dëshira për t'i vepruar ato po rritet. Je veçanërisht entuziast dhe diçka që mëson ose përballesh sot mund të zgjojë kuriozitetin tënd. Edhe pse kjo është një fazë relativisht e pavarur për ty, je duke bashkëpunuar mirë me të tjerët. Dallohesh për inteligjencën tënde dhe një mendje pak e shqetësuar mund të të çojë drejt ideve dhe zbulimeve të reja. Mund të ndihesh romantik ose thjesht i sigurt dhe i shprehës sot. Në aspektin romantik dhe krijues, je në formë të mirë. Mund të bësh ndryshime në mënyrën se si afrosh të tjerëve dhe je i fokusuar tek përparimi dhe përmirësimet personale. Ujori, sot, puna mbi vetpranimin të vjen natyrshëm. Kjo është një ditë e mirë për të bërë hapa të vegjël drejt përmirësimit të marrëdhënieve i dashur ujor. Përpjekjet për të ndërtuar diçka të vlefshme dhe afatgjatë mund të jenë shumë shpërblyese dhe të tërheqëse për ty. Je i motivuar të jesh i dobishëm dhe të angazhosh energjinë në aktivitete praktike dhe produktive. Ndërsa sot ke nevoja më të mëdha se zakonisht për qëndrueshmëri dhe rehati, je i gatshëm të punosh për t'i realizuar këto gjëra. Ide të ndritshme për të fituar para ose për të riorganizuar projekte dhe sende mund të vinë në mendjen tënde tani. Një ndryshim i këndshëm i ritmit mund të ndodhë, duke mbajtur gjërat të freskëta dhe duke i lëvizur përpara. Peshqit, sot, tranzitet e ditës theksojnë dhe zhvillojnë pavarësinë tënde, dhe është një kohë për të njohur ndjenjat e tua. Të dashur peshq,
Të kanalizosh emocionet në mënyra konstruktive dhe ndihmëse të vjen natyrshëm. Nuk je më i kënaqur të qëndrosh pasiv, je gati për veprim. Je më shprehës sot dhe gjen forcë në vetë mjaftueshmërinë tënde. Miqësitë mund të jenë mbështetëse ose frymëzuese. Një plan mund të fillojë të marrë vrull tani. Përpiqu të përjetosh rinovim emocional dhe të përqendrohesh tek nevojat personale. Eksplorimi i mënyrave të ndryshme për të lidhur dhe komunikuar me të tjerët mund të sjellë kënaqësi dhe përmbushje.